Po, më duket një shiko, unë kam pasur një mikeshën time, kam bërë dhe unë o zotë, si kur jam soliste në Tob. Dhe marrëdhënien e Gertit me vajzën tjetër, unë e dija prej vitesh. Pra Gerti ka pasur një marrëdhënie paralele? Pa tjetër. Paralele? Po, dhe vete Nada e ka pas ditur. E Nada e ka pranuar që po, Gerti ka pasur dhe më duket shumë e habitshme që kjo çështje, domethënë që kjo marrëdhënie po del në pa tani pas kaq vitesh, sepse minimalisht unë e di këtë gjë që në 2011-2012. Vërtet? Po. Sepse tani Nada e ka ditur dhe e ka pranuar këtë gjë, po. Realisht e ka pas ditur. Deri diku ajo në deklaratat e saj, se ka qenë e parë që ka reaguar për ndarjen, e ka pranuar që Gerti e ka tradhuar dhe ka qenë e vetëdijshme, por deklaratat e Gertit së fundmi teksa shpreh që humbi veten për marrëdhënien, Nada që shikos e dhën pas punës, pra të duken pak justifikime këto për të larë pak veten. Kjo është për ta sjellë në treg, sikur është një gjë që ka ndodhur rish tazi. Okej. Po jo për të pranuar të vërtetin që kjo është një çift që kanë 14 vjet që jetojnë me këtë në mes, me këtë lidhjen tjetër në mes. Person tjetër. Të paktën kush është në Tob e kanë pasditur të tërë, sepse ishte një gjë që qarkullonte gjithandej. Ata qëndronin bashkë për hir për solist të teatrit Tob. Sepse ishin një ndër çiftet më. Jo se qëndronin bashkë për hir të ishte një marrëdhënie profesionale. Atyre ishte kthyer në një marrëdhënie profesionale kam unë përshtypjen, sepse marrëdhënie private nuk ka pasur.